Diskutimi për këtë projekt vendimi vjen në një kohë kur ne si opozit kemi më shumë se 2 vite që kemi ngritur zërin se në këtë sallë, sepse nevojitet të trajnim urgjent dhe profesionalizëm i administratës publike vendore. Kemi folur në mënyrë të përsëritur për nivelin nën mesatar profesional të punojësve të bashkisë, çka është reflektuar jo vetëm në cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve, por edhe në mënyrën se si hartojnë shkresat, rasti konkret që sapo citova, dhe projekt vendimet që na vijnë për miratim. Fakti që vetëm në pak muaj u shkarkua zinxhiri komandues i bashkisë me plot 21 drejtora me dorëheqje të detyruar, është tregues i qartë i krizës së brendshme profesionale dhe morale që ka pllakosur administratën vendore Vlorë. Në këtë kuptim, çdo nisëm që synon rritjen e kapaciteteve, trajnimin dhe profesionalizmin në punësve publik është e mirëpritur nga ana jonë. Megjithatë, ky projekt vendim do të ishte më i plot dhe shumë kuptim plot nëse do të kishte një përshkrim realist të nevojës për trajnimin e administratës, duke reflektuar realitetin e sotëm e njohur nga të gjithë. Sepse pa aftësia profesionale e administratës vendore konstatohet lehtësisht në çdo akt shkresor, përfshirë dhe projekt vendimet e ditës së sotme. Sepse arroganca prevalon mbi etikën profesionale, duke dëmtuar raportin me qytetarët. Sepse militantizmi partijak është kthyer në kriterin kryesor për çdo pozicion pune, duke e shkatëruar meritokracinë. Sepse sistemi i patronazhimit ka zëvendësuar statusin e nënpunësit civil. Sepse urdhrat partijak kanë marrë përparësi ndaj akteve ligjore dhe nënligjore që normojnë punën e administratës publike. Nëse ky projekt vendim do të kishte një analizë të tillë më të ndershme të realitetit, dhe do të reflektonte vullnetin për një reformë të sinqertë dhe gjithëpërfshirëse të administratës vendore, ai do të kishte jo vetëm vlerë simbolike, por edhe mbështetjen dhe votën tonë si opozit në këtë këshill, sepse trajtimi nuk është luks, është domosdoshmëri për të ndërtuar një administratë vendore të aftë, transparente dhe të përgjegjshme e cila i shërben qytetarëve. Faleminderit. Atëherë, kalojmë në votim për vendimin numër 9. Pro. Jo, janë 5, Daud, të lutem. Mungon në relacionin për katës mungon arsyeja domosdoshmërisë është totalisht e paaftë administrata. Citoje dhe ta votoj unë. Nuk marrin pjesë në votim, miratohet, faleminderit.